Skëri Lajz Zaimi, drejtori informacionin këtu në MCN TV, është këtu me mua për të folur më gjërësisht në zhvillimet, kënaqësi si gjithnjë kur të kam studio. Për të ndalur pak të një shqetësim që ka pasur interes shtuar si nga kolegët, nga publiku, por gjithashtu edhe nga organizatat e medjave, kërcënimet dhe shantazhet ndaj drejtorit të përgjithshëm të MCN TV. Për ta sqaruar më shumë për qytetarët, çfarë ka ndodhur? Mendoj se ngjarjen që ne kemi raportuar gjërësisht gjatë gjithë ditës, do të shikoja në 3 plane. Plani i parë është ngjarja në vetvete, që përfaqëson një akt të rënd, kërcënim personal, edhe me simbolikën e institucionit ku jemi. Dhe mendoj se zoti Meksi e përcolli më mirë nga të gjithë gravitetin e saj, përmes intervistës që dhanë në MCN TV 2 ditë më parë. Dhe mendoj se e përcolli në të gjitha dimensionet, për të shmangur dhe çdo lloj aludimi, nënkuptimi, pavarësisht se tani dhe thirrja që u bë është që institucionet të adresojnë siç duhet, dhe me seriozitetin që duhet, pa i paragjykuar. Plani i dytë është plani i administrimit të ngjarjes, si thua, në mjedisin publik, si ngjarje publike, sepse është ngjarje që u bë publike. Këtu mendoj se në shumë raste të tjera tradhtohet një lloj kulture që flet shumë për situatën ku gjendemi si shoqëri. Domethënë, ngjarja patjetër ose denoncimi patjetër mund të interpretohet, mund të komentohet. Shqipëria është një vend i vogël ku njihen të gjithë me të gjithë, por ajo nuk mund të ridikulizohet kur është një denoncim publik. Dhe ridikulizimi nuk vjen vetëm nga naiviteti. Domethënë, ose nga një kënaqësi, po themi, cinike, që është çika ajo kseasja e madhe e turmës për të gjakosur të plagosur, po themi. Mendoj që është një kulturë e tërë e cila ka marrë zë dhe forcë dhe nga mediat e reja, mediat sociale. Kështu që mendoj që kjo është pika më e dobët, sepse në një farë mënyrë mjedisi publik është fushë betejë për çështje publike. Kjo për personave privat, të subjekteve private, po edhe të qeverisë. Kur kryeministri për shembull ankohet vazhdimisht, ose edhe zoti Berisha para 2 ditësh, për mediat, që janë kazane, në thelbe ka, si të thuash, fjalën pikërisht për këtë shtres të medjave, që janë mediat sociale, ku aderon çdo kush në anonimat të plot, që do të thotë me anonimatin vjen edhe papërgjegjshmëria. Mendoj se kjo është një shfaqje që do na shoqërojë gjatë. Aspekti tretë është aspekti profesional, sepse një gjë është kërcënohet pronari një medie, që është dhe biznesmen, e tjetër gjithë gazetaria si e reflekton këtë. Në këtë rast gazetaria në televizionin tonë. Unë dua të besoj se reagimet e kolegëve kanë qenë sinqerta. Dhe ajo për cilën ata kanë folur, që është liria në punë, liria profesionale, është një fakt i provueshëm dhe i përjetuar nga të gjithë në punën e përditshme. Kështu që nuk besoj se kjo që ka ndodhur do të cënoj lirinë, sepse me liri duhet të kemi parasysh që liria nuk është një nocion abstrakt ideal. Liria është edhe personale, vjen nga personi, është dhe induktuar të krijohet. Kështu që në këtë aspekt të tre këto bashkë mendoj që sintetizojnë një ngjarje që është komplekse, që i ka të gjithë elementët. E rëndësishmja është të sqarohet, dhe të sqarohet me institucionet. Pjesa tjetër është që në na takon ne të vazhdojmë të bëjmë punën siç duhet. Që do ta bëjmë me seriozitet dhe skrupulozitet. Por të ndalemi pak te zhvillimet politike. Është mbledhur Asambleja e Partisë Socialiste, po bëhet gati për zgjedhje. Çfarë plet nga kjo asamble? Unë do t'i referojmë asaj që deklaroi zoti Rama, që ai hoqi, po themi, 2 baste. Basti i parë është që ne do fitojmë zgjedhjet. Ky është një bast me intuit, mund të themi, i realizuar. Dhe kjo është, si thua, do t'i fitojmë dërmueshëm apo thjesht do t'i fitojmë? Shiko, mendoj që kjo puna e zgjedhjeve në Shqipëri nuk flitet do fitojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Sepse që të flasësh për zgjedhje të lira dhe të ndershme, duhet kemi dhe alternativat efektive që konkuruese.
zgjedhjet në Shqipëri ose qeverisjet në Shqipëri këto vitet e fundit, ngjajnë një lindje in vitro. Do të thënë, nuk prodhohen në pikpamje demokratike institucionet, sepse s'ka ga reale, për shumë arsye, patjetër. Kështu që zoti Rama kur heq këtë bas, në fakt nuk ka një bas, është një lloj garancie. Dhe këtu është për të ardhur keq që ka një degradim tërësor të ligjërimit publik, ku fjala demokraci thuajse nuk figuron më. Është fshirë nga fjalori publik i të gjithëve. Dua të kujtoj një thënie të Atzef Plumit që lexova para pak kohësh, kur thoshte që në 2 dhjetor 1945 komunistët shqiptar zhvilluan tragjedinë e zgjedhjeve të lira. Do të thënë, ato ishin të lira, se kush i kontestoi? I njohën edhe aleatët perëndimor. Por ato ishin një tragjedi e madhe që e futi shoqërinë shqiptare në një proces nga i cili besojnë që gjeneroi një kulturë e cila reflekton ende sot. Kështu që mendoj, për ne si qytetar nuk është një lajm i mirë. Por nga ana legale ai fiton. Nga ana tjetër, në asamble unë pash që do të rriqa pak vëmendjen te episodi i zonjës Piropali, sepse me që u bë një lloj zhurmë mediatike. Çfarë ndodhi për ta sqaruar dhe publikun që nuk e kanë ndjekur me vëmendje episodin? Ne nuk dim akoma, do me thënë, dhe kjo është fatke, ndaj them që demokracia ka shumë rëndësi. Do me thënë, për ta thënë shqip, çfarë pati zonja Piropali? Nuk e dim. Ne nuk e sqarojmë dot. Unë di them që zonja Piropali është pa dash ta fyej, mendoj se kam qenë gazetar prej shumë vitesh, është nga ato karrierat më të pamerituara në Shqipëri. Karrierat politike më të pamerituara. Erdhi dikur, mori një pozicion në parti, si njeriu Edi Ramës, bëri një karrierë si deputete, u bë ministre jashtme, u bë kryetare kuvendi. Një numër statistikor në rendin e ministrave. Do me thënë, pati një ngritje meteorike që është shumë e çuditshme, nuk korresponden asnjë kontributi real të madhshëm. Pa fol pastaj për shfaqjen e saj publike, që edhe ajo ka rëndësi që kishte të bëje me një ministre, si gjithë ministri, pjesa më e madhe e ministrave socialistë, reflekton një lloj suficiti lumturie, shumë e qeshur, shumë. Në një vend i cili ka shumë probleme, kështu që mendoj që duke mos ditur shkakun, sepse kjo karrierë kaq e stimuluar, befas ndërpritet, dhe kjo bëhet shkak pastaj për këtë hilaritet, ne nuk mund të flasim çfarë ndodhi. Thjesht ne shohim një shfaqje të administruar në media të ndryshme, që zonja Piropali i tha kështu, e zonja Piropali i tha ashtu, e zoti Rama i preu fjalën. To janë një lloj telenovele që nuk ngre pesh në... Të ndalemi pak sepse kemi një reagim të fundit. Zonja Ina Zhupa, deputete opozitare, ka reaguar sa i përket rastit këtu në MCN-TV, shantazhimit ndaj drejtorit të përgjithshëm zoti Endri Meksi. E ndjekim këtë deklarat dhe rikthehemi sërish në studio me drejtorin e informacionit zotin Skerdi Lajzaimi. Ndjekim deklaratën e deputetes opozitare Ina Zhupa. Dua ta nis me një moment, një ngjarje në fakt të kërcënimit të një pronari mediash në Shqipëri, zotit Endri Meksi, pronari televizionit MCN, i cili është intimiduar, është kërcënuar, jo një herë, por 2 herë, edhe para pak ditësh teksa janë parë njerëz të armatosur të hyrë në televizionin e tij, dhe kjo cënon në rënd lirinë e medias, sigurinë në këtë vend dhe vën në pikpyetje integritetin që kanë institucionet ligjzbatuese në Shqipëri, që nga policia e shtetit tek prokuroria dhe të gjitha me radhë. Është e pafalshme që qoftë një qytetar i thjesht kur kërcënohet të mos merret asimas, dhe jo më një pronar mediash që lidhet me lirinë e shprehjes, me transparencën për publikun, me punën e 10 gazetarëve, 10 operatorëve, 10 njerëzve që punojnë për interesin publik, të kërcënohet dhe askush mos ketë asnjë reagim. Bëhet fjalë për sigurinë
e tij, por bëhet fjalë edhe për sigurinë e fjalës së gazetarëve që punojnë atje, të investigimeve që bëhen atje, të lajmeve që prodhohen nga një media siç është MCN TV. Çështja e dytë që Ishim pra me deklaratën e deputetes opozitare Ina Zhuba, deputetja e Partisë Demokratike, e cila u ndal tek shantazhi, jo një herë, por 2 herë dhe kërcënimi i drejtorit të MCN TV, zotit Endri Meksi. Jam me drejtorin e informacionit, zotin Serdilaj Zaimi. Pak më herët në atë foltor po fliste zoti Erion Braçe. Foli për kartel të naftës. Kemi qenë shpeshherë në studion e emisionin e ekonomisë. Kanë folur ekonomistë të ndryshëm për çështje të një mundësie të një karteli nafte. Sot që është kriza, zoti Braçe del dhe thot që mund të ketë kartel nafte, mund të cënohet siguria kombëtare. Si i sheh këto deklarata kur vjen kriza dhe pa shkuar për paraqitur dokumente pranë autoritetit konkurrencës, ligj antimonopol, mendim të këtij ligji? Autoriteti konkurrencës në fakt ka folur për situatë oligopol në disa sektor, dhe nuk është se është në një sekret, për shumë sektorin e sigurimeve, sektorin e telekomunikacionit. Ka miratuar nga ana tjetër bashkimi operatorësh, duke e shtrënguar edhe më tepër sektorin. Ajo që thotë zoti Braçe, mendoj që i përgjigjet e tipologjisë ti politike, publike. Ai shpesh bën denoncime të kësaj natyre që kanë prekin çështjen ato përditmërinë e konsumatorit, të qytetarit, gjëra që nuk i takojnë gjoja politikës së madhe, por që janë në fakt thelbi i politikës. Shqetësimi është nga sa tha zoti Braçe, është që teksti i deklaratës së shoqatës hidrokarbureve ishte kërcënues. Pra, qofse ju merrni masa për na ulur çmimin brenda një kuote, ne ndërpresim furnizimin sepse nuk bëjmë dot blerje, domethënë ai është operator që ka dalë të fitojë në treg. Megjithatë, nuk besoj se kjo do të vijë një ditë ndodh. Edhe Chevroni SBA këtë ka thënë. Dakor. Është dhe aspekti, si të thuash, politik. Zoti Braçe, nësa po dëgjojmë, është një kandidat për zgjedhjet lokale. Kandidat për zgjedhjet lokale? Kështu po dëgjojmë, nuk e kemi ende zyrtare, ai vetë ofrohet. Nuk do ta përjashtoja këtë lloj aspekti, sepse është një temë e cila rezonon me qytetarin, me interesin direkt të qytetarit. Kërcënimi i sigurisë kombëtare. Tani çmimi patjetër që ka një pikë kritike mbi të cilën bëhet realisht rrezik për qetësinë sociale, stabilitetin social dhe kërkesën konsumatore. Qeveria zgjodhi modelin e bordit transparencës dhe bashkë me zotin Braçe na tregoi që në fakt autoritetet rregullatore dhe të konkurrencës nuk paraveprojnë mirë në Shqipëri. As në monitorim, do thoshim. Megjithatë, për të folur brenda kontekstit të asaj që thotë zoti Braçe, unë mendoj që rritja do të ishte, si thuash, cinike ose ironike nëse do administroj me afrimin e sezonit turistik. Ku edhe qarkullimi monetar është disi më i madh. Domethënë pritet një sezon i mirë turistik, një fluks i madh njerëzish dhe një influks i madh monetar, dhe ajo bën disi amortizon efektin e rritjes së çmimit. Nëse qeveria po bën këtë, kuptohet duke pranuar në çdo rrethant që rritja e çmimit është objektive, diktohet nga faktorë të tjerë, atëherë nuk po bën punën e vet. Dhe kjo do të denoncuar me forcë. Nëse kalimi nga 203 lek në 220 lidhet me çmimet reale dhe reflekton kostot reale, atëherë ai që është bordi i transparencës do të bëjë transparencë më të mirë. Të na japi të dhëna, siç përpiqemi ne të nxjerrim çmimet e bursave etj. Në mënyrë që të bindemi që kjo që po paguajmë nuk varet shumë nga qeveria, e cila ka për detyrë të vënë një tavan. Po jo të diktojë çmime, sepse është sqaruar edhe në ditën nga qeveria që bordi nuk vendos çmime. Çmang abuzimin, është aty për çmangur abuzimin, por duhet na bëj transparencë, sepse me aktet e veta, në shumë sektorë, qeveria vete ka cënuar besimin. Do të ishte ideale që ne të besonim çfarë thot bordi, por s'është, nuk kemi kushte ideale. Do të jemi sërish për të biseduar mbi këtë temë, kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit dhe juve.